Rreth 30 demokratë të Durrësit erdhën sot në selinë e Partisë Demokratike për të protestuar kundër përjashtimit të dy anëtarëve, Dritan Burgia dhe Arlind Bosh, ku ata depozituar një ankesë zyrtare MPD e për mediat hodhën poshtë akuzat e kryetarit Sali Berisha se kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Nuk është çështje pozicionesh, por është çështje dinjiteti. Në kërkesë kam shtjelluar që çdo rresht i vendimit është antistatutor, kam kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu. Asnjë prej drejtuesve të PD-s nuk i takoi demokratë të Durrësit, as sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, i cili doli nga selia në kohën që ata po komunikonin me media. Në përfundim të konferencës me gazetarët, grupimi i demokratëve dorëzoi ankesën dhe u larguan. Dritan Burgia dhe Arlind Bosh, ku përjashtuan nga Partia Demokratike pak ditë më parë, pasi sipas sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Të dy demokratët kanë marrë pjesë në takimet e Ervin Salianit e janë mbështetës të tij.